duket si të ketë që në një epokë, në një kohë të shekujve më parë, ndërkohë që ishte vetëm pak vite më parë, bashkëpunimi ynë në ligj zbatim me partnerët evropianë është më i thellë. Administrata jonë është gjithmonë më tepër e angazhuar, e investuar dhe e aftë, siç e tregon edhe puna që bëjmë ngushtësisht me Komisionin, dhe rrugtimi ynë evropian është i pakthyeshëm. Dhe e gjithë ky është sfondi ose më mirë themeli për pjesën tjetër, për paga më të mira, për vende më të mira pune, për investime më të mëdha e kështu me radhë. Pa dashur të them shumë më tepër, dua thjesht të falenderoj nga zemra së pari Komisionin, sepse është një kujdestar vërtet që na ndihmon në çdo hap të kuptojmë çfarë duhet të bëjmë dhe si duhet ta bëjmë. Dhe kjo e bën bëhen bekim për një vend si i yni, që ka dalë nga një histori pa institucione, pa traditë të institucioneve, e pa një traditë mirëfilli të shtetit. Dhe ky është një proces shtet ndërtues. Dua të falenderoj po ashtu Silvion, zëdhënësin ton të dashur në emër të kujdestarit, që i duhet na sjellë lajme të mira e të këqija.